Ky është kanali famkeq që helmoi mira banor të qytetit të Gostivarit. Gjatë ditës së sotme policia bashkë me prokurorinë kanë konfiskuar pompat të cilët nga ky kanal e fusnin në rezervuarin që furnizon me ujë qytetin e Gostivarit. Me urdhër të prokurorisë përpos pompave të ujit, dje është marrë dhe i gjithë dokumentacionin në ndërmarrjen komunale të qytetit. Kryetari i komunës së Gostivarit, Valbon Limani, duke folur për situatën, tha se prioriteti i tij mbetet shëndeti i qytetarëve dhe që gostivarësit sa më shpejt të kenë ujë të pijshëm. Në këtë moment, shëndeti i qytetarëve është në rend të parë dhe prioriteti më i madh, si dhe normalizimi i situatës dhe furnizimi me ujë i qytetarëve të Gostivarit. Në Gostivar sot u takuan kryetarët e rajonit planor të Pollogut, ku kryetari i kësaj bashkie Blerim Sejdiu siguroi se të gjitha komunat e Pollogut janë në gatishmëri për të ndihmuar. Ishim të njoftuar nga komuna e Gostivarit se ekipet po punojnë në teren. Gjithashtu mesazhi im përveç që tregojmë se shëndeti i qytetarëve është prioritet, është solidarizimi me komunën e Gostivarit, gjithë komunat e rajonit Pollogut bashkë me institucionet tjera që jemi sot prezent këtu, është ndihma që mund të ne me gjithë kapacitetet që ne i posedojmë t'i ofrojmë Gostivarit dhe të solidarizohemi me qytetarët e Gostivarit dhe me kryetarin e komunës Gostivarit. Në Gostivar mbrëm komuna e Tetovës për herë të dytë dërgoi një cisternë me ujë teknik për spitalin dhe banorët. Qeveria, komuna e Gostivarit dhe donatorët në 5 pika të qytetit japin ujë për pije.